Përshëndetje të dashur nxënës. Njësia e re për klasën 6 për këtë mësim, për këtë orë, është krahasimi dhe rënditja e thyesave. Krahasimi dhe rënditja e thyesave, mësimin e keni në libër matematikës faqen 121. Ato të krahasojmë dhe të radhisim thyesat. Krahasimi i thyesave është më lehtë kur thyesat kanë emërues të njëjtë. Kur thyesat kanë emërues të njëjtë, themi se kanë emërues të përbashkët. Do të thonë, që të krahasojmë dy thyesa, duhet të vorrejmë se cila thyesë është më e madhe dhe cila është më e vogël. Për shembull, si sjellim thyesat me emërues të përbashkët. Thyesat me emërues të përbashkët sillen me gjetjen e thyesave ekuivalente. Për shembull, ti rendisim thyesat nga më e vogla tek më e madhe. Për shembull, kemi thyesën 1/2, 2/3, 1/4, 5/6. Vorrejmë se këto thyesa nuk kanë emëruesin e përbashkët. Do të thonë, thyesa 1/2 ka emërues 2-shin, thyesa 2/3 ka emërues 3-shin, thyesa 1/4 ka emërues 4-ën dhe thyesa 5/6 ka emërues 6-ën. Që të sjellim në emërues të përbashkët, duhet të gjejmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të numrave 2, 3, 4 dhe 6, që ai është numri 12. Pra, kërkojmë shumëfishin e përbashkët që është numri 12. Dhe tani, marrim thyesën 1/2, të sjellim me emërues 12. Do thonë, që ta sjellim në emërues 12, thyesën 1/2, edhe numëruesin edhe emëruesin duhet të shfrytëzojmë me 6, që i bën 1 herë 6, 6, 2 herë 6, 12. Thyesën 2/3, edhe numëruesin edhe emëruesin duhet ta shfrytëzojmë me 4, që fitohet 8/12. Thyesën 1/4, numëruesin dhe emëruesin duhet të shfrytëzojmë me 3, që fitohet 3/12. Dhe thyesën 5/6, numëruesin dhe emëruesin duhet ta shfrytëzojmë me 2, që fitohet 10/12. Tani, pasi 3/12 është më e vogël, atëherë më e vogël është thyesa 1/4. Pastaj vjen thyesa 1/2, pasi 6/12 është numri tjetër që është pas 3/12, pastaj 8/12, do të thonë 2/3, dhe në fund 10/12 që është 5/6. Pra, vorrejmë radhitjen përfundimisht nga më e vogla tek më e madhe. Pra, ishte 3/12 më e vogël, që i bën 1/4 është më e vogël, pastaj është 6/12 që i bë 1/2 me radhë, pastaj është 8/12 që i bë 2/3 dhe në fund 10/12 që është 5/6. Pra, kur bëm radhitjen, më e vogël është 1/4, pastaj vjen 1/2, 2/3 dhe në fund 5/6. Çojmë një shembull tjetër. Thotë, thyesat e mëposhtme kthehen në thyesa ekuivalente me emërues të përbashkët. Pastaj rrethojmë thyesën më të madhe. Kemi thyesën 3/5 dhe thyesën 2/5. Pasi këto dy thyesa kanë emëruesin e njëjtë, atëherë shumë lehtë kemi ti krahasojmë. Pra, emëruesi 1/5 dhe përfundojmë se më e madhe është thyesa që ka numëruesin më të madh. Ajo është thyesa 3/5. Ti vrejmë dy thyesa tjera, 2/3 dhe 3/4. Këto dy thyesa nuk kanë emërues të përbashkët. Thyesa 2/3 ka emërues 3-shin, kurse thyesa 3/4 ka emërues 4. Pra, që të krahasojmë këto dy thyesa dhe të shohim cila është më e madhe, duhet të sjellim në emërues të përbashkët, e që është 12. Marrim 2/3, e sjellim në emërues 12, fitojmë 8/12. Marrim 3/4, e sjellim në emërues 12, që është 9/12. Pasi 9/12 është më e madhe se 8/12, atëherë përfundojmë se thyesa më e madhe është 3/4. Shpresoj që me shembujt paraprak do të ndihmojmë në zgjidhjen e detyrave të cilat do të paraqiten në prezantim. Keni rënditi thyesat nga më e vogla tek më e madhe.
ja, shembulin në na, detyra në na, kemi 2 pestën, 3 pestën, 4 15 dhe 3 pestën. Nëse vëreni, thyesat nuk kanë emërës të përbashkët, përveç thyesës 4 15 dhe 3 15 që e kanë emërës 15 dhe 2 pestën dhe 3 pestën kanë emërës 5. Po që t'i krahasojmë, duhet edhe 2 pestën, edhe 3 pestën t'i sillni me emërës 15. Njëjtë do veproni në thyesat 5-9, 2-3, 7-9 dhe 2-18, që do të në përfundim të vini se emërësi përbashkët i 9-ës, 3-shit, 9-ës dhe 18-ës do tjetë 18. Dhe më thonë të gjitha thyesat t'i sillni në emërës 18, pastaj t'i krahasoni dhe t'i radhitni duke filluar nga më e vogla tek më e madhja. Njëjtin veprim do të kryeni edhe thyesat në C, që janë 5-18, 5-9, 5-6 dhe 1-2. Edhe në këtë rast, të gjitha thyesat kanë emërësin e përbashkët do ta kenë 18, që do të 5-9, 5-6 dhe 1-2 duhet t'i sillni me emërës 18, pastaj do t'i krahasoni se cila thyesë është më e vogël dhe të radhitni nga e më e vogla tek më e madhja. Që për punë të pavarur në shtëpitë e juaja, që të ruani dhe shëndetin tuaj, ju sugjeroj që të shikoni fletorin e punës faqe 61. Shpresoj se me këtë prezantim do t'ju ndihmojnë në që shumë më lehtë të krahasoni thyesat dhe të bëni radhitjen e tyre. Ju faleminderit që më ndoqët.